koalicioni djathtas për zhvillim për çfarë qëndrimin tonë. Që në kryet herës njerë që shprehim zhgënjimin tonë të madh për humbjen e opozitës dhe në veçantit koalicionit djathtas për zhvillim tonë. Duhet të pranojmë që Edi Rama qëndron në pushtet dhe arriti këtë rezultat edhe për fajt gabimeve të opozitës edhe tonin brenda kësaj. Përgjegjësia bie kryesisht mbi leadershipin e partive opozitare, duke filluar nga koalicioni Ne Djathtas për Zhvillim. Do të thënë, kjo është një përgjegjësi që e mbaj unë personalisht, si me thënë, sharrin e humbjes, edhe për këtë motiv, si me thënë, largohem nga drejtimi i koalicionit. Atje, për t'i hap rrugë, njerëzve më të ri se sa unë, ndoshta edhe më energjik. Përpara se të ashu, du të bëjmë një analizë shkurtë, një vlerësim, po t'japim njerë mirë njohje atyre që na votuan, sa do pak, 6-7.000 veta që janë aty, që kanë metë, se mund të qenë edhe pak më shumë, po gjithsesi nuk kanë qenë hata e madhe, sepse janë përballë si njerëz lirë për ca ide lirie dhe demokracie për alternativën tonë. Jo për t'u justifiku, po shqiptarët duhet ta dinë. Se zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë një lloj farce, po jo siç thot kjo pala tjetër. Kanë qenë një farcë midis dy partive kryesore, dhe në fakt ja kanë mbrit qëllimit të dyja. Një për të marrë pushtetin, një për të marrë opozitën. Nuk ne, në fakt, jo ne, po thujse gjithë, si ne, po disa e qanë rrethimin, janë përplas jo me Partinë Socialiste, po me një parti shtet, me shtetin shqiptar. Edhe rezultatet e sipas këtij sistemi e tregojnë, PS-ja ka marrë 53% votave dhe do të merrte 74 mandate, ka marrë 83. PD-ja me 32%, 33% votave, duhet merrte 46 mandate, ka marrë 50. Dhe gjithë subjektet tjera ne më të vejlit në këtë mes, kanë marrë gati 220.000 vota. Edhe për